Në një mbledhje elektorale të zhvilluar këtë të mërkur, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë miratoi një vendim që lehtësoi procesin e votimit të qytetarëve që jetojnë jashtë vendit. Sipas këtij vendimi, votuesit e regjistruar për të votuar në përfaqësi diplomatike dhe konsullore të Kosovës do të mund të identifikohen dhe me dokumente që kanë kaluar afatin e vlefshmërisë. KQZ sqaroi se vendimi erdhi pas përvojës së zgjedhjeve të mëparshme parlamentare kur një numër votuesish në diasporë u paraqitën me qendrat e votimit me dokumente të skaduara, duke krijuar vështirësi në ushtrimin e drejtës së tyre kushtetuese për të votuar. Në të njëjtën mbledhje, komisioni miratoi dhe planin operacional për ditën e zgjedhjeve të 7 qershorit. Dokumenti përcakton organizimin e të gjithë procesit zgjedhor duke nisur nga përgatitja dhe funksionalizimi i qendrave të votimit, shpërndarja e materialeve zgjedhore dhe deri te raportimi i pjesëmarrjeve dhe rezultateve paraprake. Plani parashikon gjithashtu koordinimin e ngushtë ndërmjet institucioneve përgjegjëse për sigurinë, energjinë elektrike dhe mbështetjen teknike, me qëllim garantimin e mbarvajtjes së procesit zgjedhor. Sipas KQZ, të gjitha strukturat e angazhuara do të kenë detyra të përcaktuara qartë për të siguruar një proces të rregullt, transparent dhe në përputhje me standardet demokratike.